Ndërsa që ndiste buzë dritares, mbretëresha e një vendi të largët shpoi kishtin me gjilpër dhe në çast disa pika gjaku spërkatën dëborën që binte në dritaren e pallatit. "Oh, zoti im," tha mbretëresha, "do të më lumturoje shumë po të më dhuroje një vajzë të bardhë si dëbora, me fytyrën gjëllore dhe të kuqe si ngjyra e gjakut, dhe flokët e zinj si abanozi." Në të vërtetë, Zoti ja plotësoi dëshirën sovranes, duke i dhënë një vajzë të bukur. Eoma e quajti Borbardha, në kujtim të ditës që e kishte kërkuar. Fatkeqësisht, Borbardha mbeti shumë shpejt jetime dhe mbreti u martua sërish. Mbretëresha e re ishte e hishme, por edhe shumë zemërlik. Një ditë mori si dhurat nga një zanë e lig një pasqyrë magjike, e cila i përgjigjej të gjitha pyetjeve që mbretëresha i bënte për vetë bukurinë e saj. Kur Borbardha ishte 7 vjeç, një ditë, ndërsa mbretëresha bashkëbisedonte me pasqyrën, kjo e fundit i tha: "Oh, mbretëresh, nuk je më e bukur e mbretërisë. Shikoje Borbardhën, ajo është shumë më e bukur se ty." Atëherë, mbretëresha e xhindosur nga inati dhe e mërzitur nga zilia, vendosi ta vriste thjeshtrën e saj. Një ditë, thiri shërbëtorin dhe i tha: "Sonte do ta shpihesh Borbardhën në pyll. Atje do ta vrasësh dhe do të më sjellësh zemrën e saj." Kur u gjend në mes të pyllit me Borbardhën, shërbëtori, i prekur nga lutjet dhe nga shërimet e vogëlushes, ndiu dëmshuri dhe i fali jetën, por me kushtin që ajo të mos kthehej më në pallat. Vrau një dre, i mori zemrën dhe ja shpuri sovranes duke i thënë se ishte e vajzës. E gjendur e vetme në mes të pyllit, Borbardha nisi të ecte kuturu për shumë orë, derisa u gjend para një shtëpie shumë të vogël. Trokiti disa herë dhe pasi nuk mori përgjigje nga askush, guxoi të hynte në shtëpi. Mobiljet dhe orendit ishin të vogla. Mbi një tavolinë, përveç 7 pjatave të vogla si për kukulla, të gjitha me ushqime, kishte gjithashtu thika të vogla, pirun dhe lugë të vogla. Borbardha, e cila ishte e uritur, hëngri një copës të vogël nga çdo pjatë dhe gjerbi një pikë ujë nga secila gotë. Më pas, me që ishte shumë e lodhur, bashkoi 7 shtretërit e vegjël, ushtri mbi ta dhe ra në gjumë të thellë. Në buzëmbrëmje, të zotët e shtëpisë u kthyen nga puna. Ishin 7 xhuxh me mjekra të gjata dhe kapuç të kuq. Me të ndezur dritat, pan që gjërat ishin zhvendosur, prandaj u trembën pak. Pa pritur, njëri prej tyre pa voglushën dhe të gjithë e rrethuan me kërshëri të madhe. "O, sa e bukur qënka," thanë të 7 një zëri. Dhe për të mos e zgjuar, të 7 u rregulluan si mundën për të fjetur. Kur Borbardha u zgjua dhe e gjeti veten të rrethuar nga ata burra të vegjël, ndiu një frikë të jashtëzakonshme. Por, kur u rrëfeu se si kishte arritur deri atje, xhuxhët të pikëlluar e pyetën: "Do të pëlqente të qëndroje me ne? Ti do të kujdesesh për shtëpinë, ndërsa ne, në këmbim të kësaj, do të sigurohemi që mos të mungojë gjë send dhe gjithashtu do të duam shumë." Borbardha pranoi menjëherë dhe nisi të pastronte shtëpinë. Pas disa kohësh, mbretëresha pyeti sërish pasqyrën, e cila këtë herë u përgjigj: "Është e vërtetë që ti je më e bukur e mbretërisë, por Borbardha, e cila jeton në pyll me xhuxhët, është shumë më e bukur se ty." Mbretëresha në atë çast kuptoi mashtrimin e shërbëtorit, kështu që u maskua si shitse dhe po atë mëngjes shkoi në shtëpinë e vogël në pyll. E maskuar si një plak, ju afrua shtëpisë dhe filloi të thërriste: "Kush dëshiron të blejë gjëra të bukura dhe të lira? Fjongo dhe copa me ngjyra të bukura?" Borbardha doli në dritare dhe plaka i kërkoi të zbriste që të shihte gjërat që kishte. Vajza zbriti për të parë dhe i ra në sy një fjongo e bukur, por ndërsa po e provonte,
Gruaja shpirtlik ja shtrëngoi fjongon aq fort sa që Borbardhës i ra të fikët. Duke besuar se më në fund ishte kënaqur me hakmarrjen e saj, mbretëresha u kthye në pallat duke thënë: "Tani nuk do të më konkurosh më, e mallkuar." Kur xhuxhet u kthyen, e gjetën vajzën të shtrirë për tokë, në dukje të pajetë. Ata e kuptuan që rripi i fustanit po i shtypte gjoksin, kështu që ja liruan. Menjëherë vajza nisi të merrte frym lehtësisht. E kuptuan hakmarrjen e mbretëreshës dhe e këshilluan shoqen e tyre të dashur që të mos ja hapte derën të huajve. Disa ditë më vonë, kur mbretëresha e pyeti përsëri pasqyrën, ajo i tha se brenda mbretërisë ajo ishte më e bukura, por larg saj, Borbardha vazhdonte të ishte më e bukur se ajo. Më pas, mbretëresha mori një krahër, e leu me helm dhe duke u maskuar si shitse, mbërriti në shtëpinë në pyll. Kur pa Borbardhën në dritare, i tha: "Zbrit poshtë dhe shi sa krëra të bukur kam." Këmbguli aq shumë sa që Borbardha zbriti poshtë dhe e lejoi shitsen t'i vendoste krërin në kokë. Atëherë mbretëresha ja ngjeshi me egërsi dhe vajza u plandos si e vdekur. Në kthim, burrat e vegjël, duke e parë në atë gjendje, filluan të kërkonin shkakun derisa gjetën krërin. Ja hoqën me kujdes dhe vajza e mori veten shpejt. Më pas, ajo u rrëfeu se çfarë i kishte ndodhur. Sapo mbretëresha mbërriti në pallat, pyeti pasqyrën, e cila, sikurse edhe herët e tjera, i tha se Borbardha vazhdonte të ishte më e bukura. Mbretëresha u xhindos shumë dhe u përgatit t'i jepte fund një herë për gjithmonë vajzës. Përgatiti një mollë të bukur, helmuese, u vesh si fshatare dhe shkoi sërish në shtëpinë e xhuxhëve. "Shes mollë të shishme", thërriti buzë dritares. Borbardha doli në dritare dhe i tha se nuk mund të pranonte asgjë nga të huajt. "Mos mendo se fryti im është i helmuar", tha shitësja e rreme e frutave. "Që të shohësh se fryti është i shëndetshëm, unë do të ha një kafshat, ndërsa ti tjetrën." Ajo e ndau me shpejtësi mollën dhe nisi të hante pjesën e saj, e cila ishte pa helm, por sapo Borbardha e kafshoi pjesën tjetër, u plandos për tokë e vdekur. "Kësaj here, askush nuk do të mund të kthej në jetë", tha mbretëresha, duke u larguar dhe duke fërkuar duart me gëzim. Kur xhuxhet u kthye në shtëpi dhe e gjetën vajzën në atë gjendje, u përpoqën të zbulonin se çfarë kishte, por nuk ja dolën. Kështu që pasi u siguruan për vdekjen e saj, e mbyllën në një arkivol të bukur të kristalt, mbi kapakun e të cilit shënuan emrin e vajzës dhe të dhënat që tregonin se ishte e bija e mbretit. Pastaj, me trishtim të madh, e shpun arkivolin deri te shpella në mal. Një ditë të mrekullueshme me diell, kaloi aty pranë një princ bukurosh. Me të parë vajzën, ju lut xhuxhve ta lejonin ta merrte në shtëpi që të mund ta admironte atë fytyrë të bukur çdo ditë. Burrat e vegjël e lejuan princin ta shpinte në pallatin e tij, por njëri nga burrat që mbante arkivolin u përplas me një gur dhe tronditja e fortë bëri që copa e mollës së helmuar të dilte nga goja e Borbardhës. Atëherë, vajza u zgjua. Princi i mahnitur menjëherë i tha se e dashuronte dhe se dëshironte të martohej me të. Në ditën e dasmës, mbretëresha e pyeti përsëri pasqyrën se cila ishte gruaja më e bukur në vend. Zemërimi i saj ishte i madh kur dëgjoi përgjigjen. "Zonjë, më e bukura nga të gjitha është princesha që martohet sot." Mbretëresha, e cila ishte e ftuar në fest, kur zbuloi se nusja ishte vetë Borbardha, plot mëri u përpoq të largohej, por xhuxhet e ndaluan dhe e detyruan të kërcente për një kohë të gjatë derisa u plandos në tokë, e raskapitur nga lodhja. Borbardha zemër mirë e fali njerëkën,
e cila u pendua për të gjitha vuajtjet që i kishte shkaktuar. Më pas, e flaku pasqyrën magjike me aq tërbim sa që e bëri copë çik. Vajza jetoi e lumtur, jashtëzakonisht e lumtur, së bashku me bashkëshortin e saj të dashur, i cili e admironte aq shumë.